Mirë, fillojmë pak më burko, shkojmë në një tjetër raportim të drejt për drejt, këtë herë në Fier me kolegen ton, atje Marcela Topi, pasi një person është gjetur i vdekur në tentativ për të vjedhur një banesë. Cilat janë informacionet e fundit? Përshëndetje Marcela. Përshëndetje në Ertil, në të vërtetë një ngjarje e rëndë pra ka ndodhur rreth natës, rreth orëve të natës në lagjen e 8 shkurti në qytetin e Fierit, teksa në një përpjekje për të vjedhur 47 vjeçari identifikuar tashmë si Ilir Zarka ka humbur jetën. Sipas informacioneve paraprake, por edhe sipas njoftimit zyrtar të policisë tashmë të vetëm pak minutave më parë, dyshohet se 47 vjeçari në tentativë për të hyrë në katin e parë të banesës trekatëshe ka mbetur i blokuar në derë dritaren për alumini, mund të që unë dhe jo në dritaren, se në pjesën e poshtme ishte derë dhe në pjesën e sipërme ishte pajisur me hekura dhe me xhama dhe teksa i ka thyer pra dhe ka tentuar që të hyjë, ai ka mbetur i blokuar as duke mos mundur të hyjë brenda, por as dhe duke mos mundur që të dalë jashtë dhe në këtë mënyrë pra i ka gjetur vdekjen nga asfiksia. Sipas familjarëve, banesa trekatëshe është në pronësi të Uan Lules, i cili për një muaj tashmë ndodhet pranë familjarëve të tij në Greqi, do të thehet pikërisht gjatë ditës së nesërme, ndërsa për kujdesej për banesën gjitoni i tij, i cili ka qenë dhe personi i parë i cili ka konstatuar ngjarjen e rëndë, xhamat e thyer të dy dyerve, por një herazi pra edhe personin e pajet duke njoftuar me një herë shërbimet e policisë, të cilat kanë bërritur me njëherë në vend ngjarje, të shoqëruara edhe nga zjarfiksia, por edhe nga ambulanca. Pas kryer të gjitha veprimet e para hetimore, zjarfiksia ka bërë të mundur nxjerrjen e trupit pra nga aty ku kishte ngecur dhe ambulanca e ka transportuar me njëherë drejt morgut të Fierit, ku vetëm pas disa orësh është bërë i mundur identifikimi i tij në praninë të familjarëve. Banori i kësaj lagje apo ndonjë lagje tjetër, Marcela? Pikërisht këtë isha duke thënë, pra Ilir Zarka i lindur e rritur në Fier, por banues në lagjen 1 Maj dhe ende nuk dim nëse mund të ketë ndonjë njohje apo ndonjë lidhje në zonë, pra në mënyrë që ke zgjedhur pikërisht këtë banesë pra të Uan Lules për të vjedhur. Por dua të theksoj pra se në prononcimin për media vllai i Uan Lules, Nikolaj Lule, ka pohuar se 47 vjeçari ishte gjetur me kapuç në kokë, me doreza, i përgatitur për vjedhje. Fillimisht ka thyer xhamin e një dere, e cila të çonte në gushin të jashtme të banesës dhe nuk kishte lidhje me pjesën tjetër të shtëpisë dhe në këto kushte është detyruar 47 vjeçari pra të shkojë tek dera tjetër ku tentativa pra për të hyrë brenda i ka rezultuar edhe fatale. Ndërkohë shërbimet e policisë pra dhe autoritetet janë duke bërë veprimet për të zbardhur dinamikën e plotë ngjarjes dhe si ka mbetur pikërisht i vdekur në atë pozicion, ndërsa ekspertiza mjekoligjore ka bërë të mundur pra ekspertimin e trupit ku nuk janë vërejtur shenja dhune, por dyshohet pra se pikërisht asfiksia është ajo që i ka shkaktuar vdekjen 47 vjeçarit. Faleminderit Marcela, ndjekim dhe çfarë ka deklaruar vllai i pronarit të kësaj banese. Vllai ka ikur ka një muaj në Greqi, te fëmijët, do kalonte Pashkët dhe do vinte. Mirë po, do t'i mbrëm, unë para 2 ditësh isha këtu, kontrollova, s'kishte gjë. Mirë po kala një komshi këtu që vjen për ditë për të shkyrë qenin. Mirë po, kur kisha ardhur sot mbjes, kishte gjetur një person këtu në dritarët. Me vrap kishte lajmëruar policinë, lajmëroi dhe vllain dhe vllai më mori mua se kisha mund çelsat e shtëpisë. Erdha këtu, e këta të policisë, bën verifikimet tëra, ai na kishte ardhur fillimisht se thyra të xhamin aty të dritarit, po s'kishte gjetur gjë aty si mas asaj. Dhe ardhu ka qenë dritarja këtu e shtëpisë. Këto xhama të janë të vegjël, mirë pa i ka tentuar që të futet aty. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin, e gjeti të vdekur të në xham. Ky do të ishte atë 35 vjeçat. Mendoni se mund të jetë njëri? Nuk di gjë, nuk njoh fare këtu në zonë jam. Nuk e di. Policia më pyeti, ishte fytyrë pa parë, ishte me kapuç, i rregull tamam me doreza,
Nuk ishte asi kartë identiteti nga një gjë, nuk ishte në gjep. E kontrolluan ata policët, po ata e kontrolluan. Edhe ata zjarë fiksës, pastaj e morën. Se kush ishte personi, akoma nuk është i pa identifikuar.